Në vazhdën e aktiviteteve humanitare për të ndihmuar banorët e rajoneve të goditura nga vërshimet, Unioni i Imamëve Shqiptar në Zvicër ndau ndihma edhe për banorët e Reçicës. Ne juve nuk ju llogarisim si varfër, por ju llogarisim si njerëz të cilët u dëmtuan nga vërshimet e ujit. E lutim Allahun Azza wa Jall që kësi fatkeqësi natyrore dhe kësi trishtime të mos përsëriten në mesin e popullatës sonë. Po ashtu, nga ky vend shpreh mbështime të gjithë anëtarëve të familjeve të cilët kanë humbur të afërm të tyre nga këto vështrime. Nismës së diasporës shqiptare ju bashkangjit edhe Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë dhe Myftinia e Tetovës. Sipas informatave që kam nga muftiu i nderuar i Muftinisë së Tetovës, profesor Dr. Gjanin Esimi, këshillat e xhamisë këtu në Reçicë, pasi gjenden këtu, dhe imamët kanë qenë jashtëzakonisht aktiv, kanë qenë shumë vigjilent, kanë qenë gjithmonë në shërbim të kësaj situate të keqe, për ta evituar dhe për t'i ndihmuar njerëzit që sa më lehtë ta përjetojnë fatkeqësinë. Banorët u shprehen të kënaqur me këtë aktivitet humanitar. Kjo është ndihma e ditë, kemi marrë xhuman e kalueshme i Bashkisë Islame të Republikës Maqedonisë me Selin Tetov. Kemi marrë ditën e xhumë java e kalueshme në Reçicë të vogël të xhamia e epërme dhe na jemi të kënaqur si familje, si fshat, që na kanë dalë në ndihmë. I falenderojmë të gjithë këto kontribuesit që kanë dhënë kontribut për ndihmë për këtë rronja, si i thon popullatën që na mori. Kjo është ndihma e tretë që e marrëm, një nga komuna, një nga Bashkësia Fetare Islame në Maqedonisë, edhe kjo e treta është nga Bashkësia Fetare apo Unioni Islami Zvicrës. Ne jemi të kënaqur, ndoshta duhet edhe më shumë, po kjo është e mjaftueshme. Për disa mund të jetë pak, por ne është e mjaftueshme. Janë gjithsej 60.000 franga zvicerane që ju ndan mbi qindra familjeve të Reçicës së Tetovës. Dhe është hera e dytë që kjo shoqat nga Zvicra organizon një aktivitet të këtillë humanitar për rajonet e goditura nga vërshimet.